Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar lë në fuqi shumicën e masave të sigurisë për 5 të arrestuarit e mega operacionit të SPAK kundër 2 grupeve të dyshuara të trafikut ndërkombëtar të drogës dhe pastrimit të parave. Në përfundim të seancës, gjykata e posaçme vendosi masën arrest në burg për Orgest Birçajn, Dritan Agën dhe Orest Sotën. Për Edmond Jaupin u la në fuqi masa arrest shtëpie, ndërsa për biznesmenin Gëzim Islami, gjykata ndryshoi masën nga arrest shtëpie në lirim kundrejt garancisë pasurore prej 100.000 eurosh për shkak të gjendjes së tij shëndetësore. 5 të dyshuarit dolën para gjykatës për verifikimin e masave të sigurisë në një seancë ku ishin të pranishëm ish kreu i SPAK, Altin Dumani, prokurorja Elida Kaçkini dhe gjyqtarja Flojera Davidi. Sipas prokurorisë së posaçme, të arrestuarit dyshohet se janë pjesë e një rrjeti kriminal që ka trafikuar kokainë nga Amerika Latine drejt Belgjikës, Holandës dhe vendeve të tjera të Bashkimit Evropian. Në krye të 2 organizatave kriminale, sipas dosjes hetimore qëndrojnë Luciano Koçeku dhe Alfredo Hamzaj. Hetimet tregojnë se grupet kishin ngritur një rrjet të sofistikuar që shtrihej nga laboratorët e kokainës në Kolumbi dhe Ekuador deri te magazinat e përpunimit në Belgjikë e Holand, ndërsa droga fshihej në ngarkesa me qymyr, fruta dhe sojë. SPAK dyshon se Orgest Birçaj, pronar i kompanisë Top 7, organizonte dërgimin e punëtorëve shqiptar drejt laboratorëve të kokainës në Ekuador përmes agjencisë së tij të udhëtimeve. Mega operacioni i zhvilluar më 12 qershor solli lëshimin e 20 masave të sigurisë. Mes personave të përfshirë në hetim janë edhe biznesmeni Ilir Shtufi, i arrestuar në Greqi, si dhe Artur Shehu, i shpallur në kërkim. Sipas SPAK, fitimet e përfituara nga trafiku i drogës janë investuar në kompani ndërtimi, prona të paluajtshme dhe aktivitete të tjera ekonomike. Në kuadër të operacionit janë sekuestruar 18 vila, 336 llogari bankare, kompani, apartamente, automjete luksoze dhe prona në Tiranë, Palas, Jal, Himar dhe zona të tjera të vendit.